Presidenti Donald Trump ka urdhëruar që Shtetet e Bashkuara të rinisin testimin e armëve bërthamore, një hap që nuk ishte marrë që prej vitit 1992. Ky vendim erdhi në një moment të tensionuar ndërkombëtar, pasi disa shtete, përfshirë Kinën dhe Rusinë, kanë rritur ndjeshëm kapacitetet e tyre bërthamore. Në një postim në platformën e tij sociale Truth Social, Trump bëri të ditur se kishte dhënë urdhër për rifillimin e testimeve të armëve bërthamore. Kreu i Shtëpisë së Bardhë theksoi se do të përforconte sigurinë kombëtare të SBA-ve dhe do të mundësonte një balans të drejtë në fushën e armëve bërthamore. Shtetet e Bashkuara kanë më shumë armë bërthamore se çdo vend tjetër. Kjo u arrit duke përfshirë një përditësim dhe rinovim të plotë të armëve ekzistuese gjatë mandatit tim të parë në detyrë. Për shkak të fuqisë së jashtëzakonshme shkatëruese, e urreja ta bëja, por nuk kisha zgjidhje tjetër. Rusia është e dyta dhe Kina është e treta, por do të jetë edhe brenda 5 vitesh. Për shkak të programeve të testimit të vendeve të tjera, kam udhëzuar Departamentin e Luftës që të fillojë testimin e armëve tona bërthamore në baza të barabarta. Ky proces do të fillojë menjëherë. Vendimi erdhi pas një njoftimi nga Rusia për një test të suksesshëm të raketave bërthamore. Po ashtu, Kina ka vazhduar me një rritje të shpejtë arsenalit të saj bërthamor, ke krijuar shqetësime për ekuilibrin global të forcave.